Kreu politik i koalicionit të Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Llapaj, që siguroi vetëm mandatin e tij për deputet nga qarku i Tiranës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, kërkon rinumërimin e votave në qarkun e Vlorës. Lajmin ai e ka bërë të ditur nëpërmjet një deklarate në llogarinë personale të rrjetit social Facebook të martën ndaj 27 majit, kurse në po të njëjtën ditë në orët e pasdites, ai ka dorëzuar edhe një ankimim zyrtar në KAS me 2 faqe të firmosura dhe vullosura nga ana e tij. Llapaj pretendon se pasi ka marrë pamjet filmike nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe i ka analizuar, vuri re se mes votave fiktive në kuti dhe proces verbaleve të miratuara nga KZAZ ka mos përputhje. Për çdo kuti ku rezulton të jetë prekur vota, ne do të çojmë në prokurori çdo person përgjegjës. Kërkesa për rinumërim do të paraqitet sot në Komisionin Qendror Zgjedhor. Ne edhe mund të mos i kemi ato mandate, por edhe një vot të jetë prekur do ndiqet penalisht, shkruan Llapaj mes të tjerash. Llapaj rendit edhe qendrat ku ka pretendime, ndërsa shprehet se Partia Socialiste i ka marrë mandatet ku garonte Nisma Shqipëria Bëhet me indiferencë të vogël votash.